Gjesti, i ulur në divanin e dhomës së ndenjes, nuk i humb asnjë rast për të bërë shaka dhe për të provokuar banorët. Këtë herë, ai e ka vënë në shënjestër Vserlon, duke e ngacmuar me një shprehje që menjëherë tërheq vëmendjen e të gjithëve. Vserlo, ti burr për smari je. Shpo plumbi e shpin gomari. Thot Gjesti duke qeshur me ironi, ndërsa i drejtohet Vserlos, i cili në fillim nuk e kupton se çfarë po ndodh. Banorët që janë përreth fillojnë të qeshin me të madhe. Disa prej tyre e shohin si një shaka të zakonshme të Gjestit, ndërsa të tjerë ndjejnë që ka një nënkuptim të thellë pas fjalëve të tij. Vserlo e vështron me një shikim të ngrysur dhe tund kokën. Hëmë Gjesti, çfarë do të thuash me këtë? Po përpiqesh të më tallësh? I thot ai me një ton më serioz. Gjesti qesh dhe përplas duart, sikur të kishte thënë diçka gjeniale. Jo më Vserlo, mos u acaro. Po them që ti e ke gojën plot si burr, por kur vjen puna për veprime, mbetesh aty i lëkundur. Fjalët i ke të mëdha, por kur vjen momenti, nuk bën asgjë. Banorët fillojnë të komentojnë mes tyre, disa duke e përkrahur Vserlon, të tjerë duke vazhduar të qeshin me batutat e Gjestit. Vserlo, i acaruar nga situata, ngrihet në këmbë dhe i përgjigjet me një ton më të fortë. Gjesti, ti e di shumë mirë që unë nuk jam si ti, nuk kam nevojë të flas kot për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve. Unë flas vetëm kur duhet, ndryshe nga ti që bën shaka me të gjithë për t'u dukur. Gjesti e shikon me një buzëqeshje të lehtë dhe tund kokën. E po, çfarë të them Vserlo? Unë jam ai që jam dhe njerëzit më pëlqejnë kështu siç jam. Po ti, ndoshta duhet të mësohesh të qeshësh më shumë dhe të mos e marrësh çdo gjë kaq seriozisht. Biseda bëhet gjithnjë më e tensionuar, por banorët vazhdojnë të qeshin dhe të komentojnë mbi situatën. Duket se Gjesti ka arritur atë që donte, të bëjë zhurmë dhe të jetë në qendër të vëmendjes.